Drejtsinë e Kosovës? Besoj që është e lehtë, edhe për them lehtë, po them kushtimisht, sepse nuk i di rrethonat e atij rasti. A ndodh në praktikë që dikujt të gjendet në pronën e tij armë? Mund ndodh nëse e ka ble një pronë edhe nuk është i vetëdijshëm se ato ka pas diçka. A ndodh në praktikë që mund t'i montohet dikujt, edhe gjëra të tilla në praktikë janë të mundshme. Mirë, po pretendimi i tij që është montuar për mua nuk ka shumë relevancë për faktin se ai politikan nuk ka qenë një politikan i rrezikshëm as për pjesëtarët e komunitetit serb atje, as për politikën atje, as për kurrë, dhe nuk ka pas ndonjë dikush arsye që ti montoj dhe eventualisht siç mund të pretendoj ai me ta likuidoj se ta heq nga skena politike. Thjesht ai ka qenë më shumë një farë djali i lazdrun me do protesta më shumë ngacmuese, sesa si thuash një politikan që komuniteti serb mund ta shes si lider të së ardhmes ose si zëvendësim për klasën politike. Nëse pretendohet që është montuar nga shteti i Kosovës, gjanat e tilla absolutikisht nuk kanë kurfar peshe, duke qenë se dihet çfarë profesionalizmi punojnë njerëz këtu. Na nuk jem shtet që bëjmë sajime dhe që bëjmë montime siç ka ndodhur shteti i cili na ka synuar në kalunën, duke qenë se policia e Kosovës dhe AKI-ja udhëhiqen nga profesionist, pastaj edhe monitorohen nga aleatët dhe veprimet e tyre çfarë do qofshin nuk është që bëhen me dijenin ose që kanë impakt të një grup i vogël i njerëzve ose janë dijenin një grup i vogël i njerëzve, por është një zinxhir interinstitucional i cili i kontrollon edhe e ka mundësinë që t'i korrigjojë nëse dikush del. Për shembull, për me realizuar një bastisje të tillë duhet të njoftohet prokurori, duhet një leje gjykatës, duhen shumë të implikohen shumë njerëz nga një sër institucionesh të cilat e korrigjojnë njëra tjetrën dhe kontrollojnë njëra tjetrën, dhe një gjë e tillë nuk besoj që ka ndodhur.